dosja Rama-Mogherini duket se është shumë më e rëndë se dosja e Bryzhit, e Kolegjit Evropian në Bryzh. Ndaj dhe duke shprehur vlerësimin tim më të lartë për prokurorinë publike europiane, Olafin dhe prokurorinë e Mbretërisë së Belgjikës, ju bëj thirrje këtyre institucioneve të hetojnë marrëveshjen e fshehtë Rama-Mogherini për ndërtimin e kampusit të Kolegjit Evropian në Tiranë. Ju bëj thirrje të hetojnë të gjitha emailët, SMS-t që Rama ka shkëmbyer me Federica Mogherinin për këtë çështje dhe në veçanti të hetojnë komunikimet e tyre me telefonata të koduar Sky ICC Matrix, të cilat është vërtetuar se Edi Rama i ka përdor në raste të tjera të korrupsionit ndërkombëtar, siç është rasti Mek Gonigal. Shqiptarët do të vlerësonin me mirënjohje hetimin e lobingut që Federica Mogherini ka bërë për Edi Ramën për sukseset e tij imagjinare, mbulimin e mega skandaleve të tij në Bruksel dhe në veçanti angazhimin e saj kundër opozitës shqiptare. Ju bëj thirrje këtyre organeve të hetojnë aferat korruptive të Edi Ramës dhe ministrave të tij, me dyshen Mogherini Vlautin në blerjen e vilës rezidencës ambasadorit Bashkimit Evropian me çmim 2-3 herë më të lartë se tregu, të hetojnë abuzimet e mëdha të Edi Ramës dhe qeveritarëve të tij me fondet e takspaguesve evropian për bujqësinë, energjinë, mjedisin, të denoncuara të gjitha këto një lloj si kampusi i Kolegjit në Tiranë nga opozita në interesin më të mirë kjo të takspaguesve evropian, por dhe të qytetarëve shqiptar që duhet të ishin përfitues të këtyre fondeve që vidhen nga kleptokratët e Tiranës. Opozita shqiptare, që ka si mision integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, është e gatshme të kontribojë në zbardhjen e këtyre abuzimeve korruptive nga qeveria e Tiranës. Faleminderit. Tani para se të merrni ju fjalën, unë do të rregoj këtë skenë. Skenë e papërsëritshme. Meqense se Rama i thoshte se s'më lejon ligji ta bëj këtë, ta çojë në gjykatë kushtetuese, bien të dy dakord të thrasin për të urt Uluziu. Kjo është e vërteta. Dhe Uluziu